Toni dhe Benita, nata që i afroi më shumë se kur, nata kishte rënë ngadalë mbi oborin e shtëpisë së Big Brotherit, dhe në atë qetësi të rrallë, Toni dhe Benita u gjetën vetëm, larg zhurmës së banorëve të tjerë. Dritat e oborit jepnin një reflektim të butë, ndërsa një erë e lehtë u përplaste flokët, të dy ulën ritmin, sikur universi t'u kishte thënë, kjo natë është e juaja. Toni shtrihet pranë Benitës në karrigen e gjatë të oborit, duke tërhequr mbi të një batanie të hollë. Ajo afrohet pa hezitim, e mbështet kokën tek kraharori i tij, dhe për një moment të gjatë mbizotëron heshtja, por jo heshtja e ftohtë, ajo e bukura. Ku fjalët nuk duhen më, Benita qesh lehtë, duke ia prekur faqen me dorë. Si ka mundësi që me ty më duket sikur gjithçka qetësohet? I thot ajo me zë të ulët. Toni e shikon drejt në sy, duke i vendosur një dorë mbi shpatull, duke e mbajtur afër sikur të ishte gjëja më e çmuar në atë shtëpi, sepse nuk kam qejf askënd tjetër afër meje kështu. Ajo skuqet lehtë dhe buzët ju dridhen në buzëqeshje. Dhe pikërisht aty, mes qetësisë së oborit, ata afrojnë fytyrat duke shkëmbyer puthje të buta, të ngadalta, plot emocion, jo të vrullshme, por të sinqerta, thuajse fëmijërore. Benita mbështet dorën tek qafa e Tonit, ndërsa ai ja ledhaton krahun me një butësi që se ka treguar asnjëherë më parë në këtë lojë. Nuk kishte më loja, strategji, debate, vetëm dy njerëz që po mësonin të ndihen mirë pranë njëri tjetrit, nën batanie, të përqafuar, ata vazhdojnë të flasin me zë të ulët për jetën jashtë, për frikat, për ëndrat e tyre. Çdo fjalë i afron më shumë. Çdo prekje është e kujdesshme, e ndjeshme, si ato momentet që lindin natyrshëm kur s'ke më frikë të tregosh veten, obori dukej sikur ishte bërë vendi i tyre i sigurt, dhe para se të mbyllnin syt për të fjetur aty, Benita i thot Tonit, nuk e di ku do na çojë kjo. Por sonte nuk do isha askund tjetër. Ai e shtrëngon fort, aty, në heshtje, me një lloj përkujdesjeje që e tradhton.